Mirë se vini edhe këtë në hapësirën. Siç do të hënë në ekranin e Star Plus vjen emisioni sportiv Star Sport. Humbja e fundit e Vllaznisë ndaj Bylisit ishte në fokusin e diskutimit të këtij emisioni. Të ftuar ishin Arben Haveri, Fatjon Hasani, Valmir Kurti, si dhe në lidhje direkte ish futbollisti i Vllaznisë Çlirim Basha. Kishte ekipi grind, si thonë për fitore, por po mësit më thonë këto ndeshje janë në kampionat. Më thonë ekipi dhe më thonë ka forcë edhe ma tepër ekipin e kena më thonë baja ekip mirë, më thonë janë për titull edhe për klub. Jena të dyja, si thënë, edhe për finalit kupës edhe për kampionat. Janë më thonë i qëtë në 80 minutat e fundit më thonë për Vllaznin kundër Dinamos. Të dyja ndeshje si mund t'jenë edhe vendimtare. Fillimisht u duk sikur Vllaznia do dominonte lojën. Ishte vendosur mirë taktikisht, u përpoq, por mas minus 23 që ju e përmend, mas daljes me karton të kuq të lojtarit Vllaznisë, kuptohet që situata pastaj e ndërliku, kur je në disfavor me një lojtar, normalisht do të ndryshosh gjithçka në lojë dhe mendoj se aty ndryshoi edhe loja për ekipin e Bylisit. Vllaznia ka shumë oscilacione gjatë kampionatit që kemi theksu. Edhe ishte dalja, si që tha dhe Beni, me kartonin e kuq që ku librej ekip. Ideja është që me kriju një stabilitet në lojë, me një mleq stabilizume, më falë. Edhe kështu që kjo duhet jetë ndeshje. Shaf shumë nërime lojtarësh, nërime pozicionesh. Edhe kështu që duhet për me mendu për ata dy ndeshje. Vllaznia ishte dominuese në fushën e lojës, pavarësisht sepse nuk pat me rasta për më shënu, por dalja e Bajramit nga fusha i prishi balancet komplet të lojës, që rëndaj ekipin, nërsa dhe trajneri do të më nërëj fje ma shpet në zjarë një sulmusit, jo të lushim me dy sulmusa, për të bati fje ma të balancu me skuadrën, pa duhe e fteksuar një gjatë që ky format që i shpresoj të vinë fundi, me shasa dhe presidenti Duka, t'i japin fund kësaj agonie të futbollit shqiptar me katër ekipe, sepse nuk është e drejtë, shifet çfarë interesit kanë ekipet që kanë dalë, që kanë siguruar dhe ka të shën përpara. Në këtë emision i ftuar ishte edhe drejtori sportiv i Vllaznisë në futsal Arben Xhaferi, i cili foli rreth incidenteve që ekipi kuqeblu kishte në ndeshjen e fundit në Vlorë. Agjaçi nolli atje është çdo gjë antisportive për sa i përket organizimit që bën federata për sa i përket kësaj disipline. Dhe për ata persona që njohin futbollin, futbolli është ndome në dy pjesë me 20 minuta dhe futboll u lë deri në minutën e 17, pak a shumë 17 e pak sekonde të pjesë dytë. Atëherë kur rezultati ishte u shkoi 5-4. Që do të thotë ne ishim në hupje 5-2. Ekipi reagoi. Kishte edhe 6 minuta lojë, për rreth 4 minuta, 3 minuta sa shënej dy gole dhe shku me 5-4. Në momentin që shku me 5-4, nuk e diçka që ne shumë nërprej. Emisioni Star Sport në javët në vijim do të jetë si zakonisht do të hënë në orën 21.